Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Me thonë divergjenca apo dallimin në mes të sunnive pasofësve të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shiave ekstremistave të cilët pretendojnë se e pasojnë Ahlul Bejtin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasues ose anëtar të familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është dallim kulturor, as dallim në medhhab, por është dallim në akide, është dallim në besim, në esencën e besimit të Islamit. Islami, vëllezër të mirë, është fe ku gjëja kryesore në të është madhërimi i Allahut subhanahu wa taala, njësimi i Allahut dhe veçimi i Allahut në ibadet. Allah është një edhe s'meriton askush tjetër të bëhet ibadet për veshti. Pastaj është pasimi i rrugës ose pasohet rruga se si ti bindemi Allahut përmes asaj që ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Përmes asaj që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çdo musliman e ka obligim ta respektoj, dhe ta nderoj dhe ta doj, për shkak se janë anëtar të familjes së pejgamberit alaihi salatu wassalam. Në viset tona s'dihet që ka dikush prej fisit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe familjes së tij që janë pasardhësit e Hasanit dhe Husajnit apo të disa nga xherrallarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk dihet që ka dikush tjetër. Mirë, po në vendet arabe dihen ka familje që janë familje prej familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e din dikush që është prej atyre familjeve, atëherë e don dhe respekton për këtë hatër. Mirë po, kjo nuk i bën ata të adhurohen edhe madhërohen në vend të Allahut subhanahu wa taala, siç bëjnë rafidhat shiat. Nga se rafidhat shiat i japin veçori hynore, thot Aliut radhiyallahu anhu, edhe bijve të tij Hasanit dhe Husajnit, posaçërisht Husajnit, dhe imamëve të Ithna Asharive, të 12 imamëve të ashtuquajtë të shiave, të cilët kanë ardhur prapa atyre. I japin atyre veçori, i japin Aliut, Fatimes radhiyallahu ta'ala anhuma, Hasanit Husajnit radhiyallahu ta'ala anhuma, dhe familjes tyre japin cilësi hynore. Bile pretendojnë që Aliu radhiyallahu anhu ka qenë më i vlefshëm për pejgamberin se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bile besojnë që Kurani i sotëm nuk është i plot, por Kurani i plot e ka pas Fatimia radhiyallahu ta'ala anha, bija e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pretendojnë se Aliu radhiyallahu anhu e din të fshehtën, pastaj i bëjnë ibadet varret e tyre, i lutën varreve të tyre, i lutën vendit të tyre, i lutën drejt atyre në vend të Allahut subhanahu wa taala ose bashkë me Allahun azza wa jall, gjë që është shirk në Allahun subhanahu wa taala, idhujtari. E kjo është e kundërta e asaj me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kundërta e asaj me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bila pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith vërtet ka thënë: "Wa man batta bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Ai të cilin e ngadalson puna e tij, nuk mund ta përshpejtoj prejardhjen e tij. Nuk mund ta përshpejtoj prejardhjen e tij. Për shembull, dikush ka prejardhje të mirë, është prej familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po punën e ka të keqe, nuk e pason Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në veprimet e tij. Ati në kurfar dobie nuk i bën prejardhja e tij e mirë. Mirë, po kundërta ndodh. E kundërta çka është thot? Se Allahu ka thënë: "Walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum." Thot edhe ata të cilët kanë besu, edhe pasardhësit e tyre i kanë pasu në iman, thot, do të kemi më bë bashk me pasardhësit e tyre. Do t'i bëjmë bashk me pasardhësit e tyre. Pra nëse dikush prej familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pasues i mirë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai do të jetë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Do të jetë shkallë, do të jetë lart në xhennet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ktu i bën dobi prejardhja e tij. Kjo është e ngjashme me ata, për shembull, dikush mund të paramendu kjo, për shembull, një prej muslimanëve të thjesht, mundet me pas gjyshin e tij musliman shumë të mirë. Pastaj baba i tij, musliman mirë, po jo shumë i mirë. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pastaj nipat e tij musliman, alhamdulillah, falin namazin sana, mirë, po nuk kanë nivelin e bindjes në Allah subhanahu wa taala dhe punët e mira, siç i ka pas për shembull gjyshi i tij. Kur vdesin ata edhe të përfundojnë te Allahu subhanahu wa taala, të gjithë do të jenë në nivelin, nëse kanë vdekur si musliman, në nivelin e atij më të mirë të familjes tyre. Nëse gjyshi i tij ka qenë më i miri, kanë qenë në nivelin e gjyshit tyre të gjithë bashkë. Pse kjo është për mirësisë të Allahut subhanahu wa taala. Për mirësisë së Allahut subhanahu wa taala dhe për rahmetit të Allahut azza wa. Prandaj, ajo që përfundojmë është që divergjenca, dallimi mes pasuesve, atyre të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe atyre të cilët pretendojnë pasimin edhe dashurinë ndaj
ndaj familjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është dallim në esenca, në baza, në fundamente. E nuk është dallim kulturor, apo dallim krahinor, apo dallim i diçka poshtë, është dallim në baza, në esenca. Allah di më së miri.